Regjizori palestinez i dokumentarit fitues të çmimit Oscar No Other Land është arrestuar nga ushtria izraelite pasi kolonët e maskuar sulmuan shtëpinë e tij. Sipas 5 aktivistëve ebrej amerikan që dëshmuan sulmin, Hamdan Ballal është një nga 4 regjizorët e filmit që dokumentoi shkatrimin e fshatrave në bregun perëndimor. U rrethua dhe sulmua nga një grup prej 15 kolonësh të armatosur në zonën Masafer Yatta në jug të Hebronit. Ata filluanin të gjuanin gur drejt palestinezëve dhe shkatruan një rezervuar uji pranë shtëpisë së Hamdanit. Tha Josef, një nga aktivistët nga qendra për judhun hebraike, i cili kërkoi të mos përdorej emri i tij i plot për arsye sigurie. Dëshmimtarët thanë se një grup ushtarësh mbërritën në vendngjarje së bashku me kolonët e tjerë të veshur me uniformë ushtarake, të cilët e ndoqën Hamdanin deri në shtëpinë e tij dhe ja dorëzuan ushtrisë. Kolonët shkatruan makinën e tij me gur dhe çan njërin nga gomat. Të gjitha xhamat janë thyer, tha një tjetër dëshmimtar. Ballal u plagos nga kolonët dhe u mor nga ushtria izraelite. Antarët e grupit aktivist filmuan sulmin dhe më pas hyn në shtëpi dhe pa ngjak mbi dysheme, për të cilën një antar i familjes tha se ishte derdhur kur Hamdani u godit në kokë. Bashkëdrejtori izraelit Avraham shkroi në X se Ballal u sulmua dhe ka postuar një video ku shihet një kolon i maskuar që dyshohet se sulmon shtëpinë e Ballal. Ditë pas dite pas fjalimit të Avrahamit për Oscar, fushata palestineze për bojkotin akademik dhe kulturor të Izraelit lëshoi një deklaratë duke dënuar dokumentarin për shkeljen e udhëzimeve kundër normalizimit të lëvizjes. Kreu i Këshillit Bashkiak të Fshatit Palestinez Sisia kishte një mendim tjetër dhe falenderoi aktivistët për mbështetjen e tyre, përfshirë dhe ata izraelit. Dokumentari pavarësisht çmimit Oscar nuk ka gjetur ende një distributor në Amerikë.